Të nderuar besimtar, javën e kaluar u ndalëm të flasim së bashku për 4 cilësi. 4 cilësi të cilat i posedojnë këto cilësi robërit e sinqertë Zotit Gjithësisë. 4 cilësi të përmendura në librin e Zotit të Gjithësisë, që tregojnë se nëse ti edhe unë i kemi këto cilësi, atëherë futemi tek grupi i njerëzve të quajtur robërit e të gjithëmëshirshmit, robërit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Cilat ishin këto cilësi? I përmendim së bashku, inshallah. E para ishte modestia dhe thjeshtësia. Një njeri modest, një njeri i thjesht, një njeri i cili ecë në tokën e Zotit me qetësi dhe me butësi, pa prishur, pa shkatruar, pa dalë jashtë urdhrave të Zotit, ky njeri futet tek robërit e të gjithëmëshirshmit. Cilësia e dytë ishte e atij njeriu të cilit sa herë të tjerët i flasin keq, sa herë të tjerët e shajnë e ofendojnë, sa herë të tjerët i bëjnë zullum, sërish ky njeri është në një gradë të atill, sa që t'ju thot këtyre njerëzve paqe për hir të Zotit. Thjeshtësia, modestia dhe të qenurit paqësor me njerëzit edhe në rast të sulmeve, këto të dyja janë prej cilësive të robërve të sinqertë të Zotit të Gjithësisë. Cilësia e tretë, falja e namazit të natës. Lumë për atë njeri të cilit Allahu i lartësuar ja ka lehtësuar. Lumë për atë njeri të cilin Zoti i Gjithësisë e përzgjedh në mesin e miliarda njerëzve që flen, ky person qohet dhe fal namaz natë. Dhe cilësia e katërt, prej cilësive të robërve të gjithëmëshirshmit, ishte kërkimi nga ana e Zotit që Allahu të ruaj nga zjarri i xhenemit. Kërkim, falja, kërkimi i ruajtjes nga zjarri i xhenemit është prej cilësive të robërve të gjithëmëshirshmit. Allahu na bëf neve për atyre të cilat i posedojnë këto 4 cilësi. Mirë po treguam se ajetet kuranore në vazhdimsi të sures 25 të Kuranit nuk përfundojnë këtu. Dhe sot me lejen e Zotit do të përmendim 4 cilësi të tjera, të cilat i ka përmend Allahu i lartësuar në Kur'an për të treguar ty edhe mu, për të pa ti edhe unë, a jemi prej robërve të Zotit apo jo? Nëse ti edhe unë te 4 të parat nuk e marr pjesë fare, dhe nuk i e i shetë, dhe nuk i thun njerëzve paqe, dhe nuk fal namaz natë, dhe nuk kërkon prej Zotit të ruaj nga zjarri i xhenemit, të tregon që ti nuk je prej robërve të sinqertë Zotit. Le të shohim në këto 4 cilësi që do të përmendim sot, a marrim ne pjesë apo jo? A jemi ne prej atyre që marrin pjesë qoftë edhe tek njëra prej tyre? Cilësia e 5 me radhë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Robërit e të gjithëmëshirshmit janë edhe ata të cilët kur shpenzojnë për diçka, as nuk janë dorë lëshuar, por as nuk janë dorë shtrënguar. As nuk janë dorë lëshuar, por as nuk janë dorë shtrënguar. Por thot Zoti, janë ata të cilët janë mesatar. Të japësh për hir të Zotit, a ka mundësi që ndonjëherë njeriu ta teprojë? Të japësh në rrugë të Zotit asnjëherë nuk e tepron. Por Zoti po thot, ata nuk janë dorë lëshuar. Bën fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë pjesë ajeti për dhënien, për shpenzimin jo në rrugë të Zotit, por për hir apo për hatër të dunjas,
dhe dhënje dhe shpenzimin për hatër të epsheve të tua. Dhënja ti për parësi, ti të japësh shumë dhe të shpenzosh shumë, jo për hir Zotit, por për hir të nefsit tënd, për hir të epsheve të tua, për hir të dunjas tënde, kjo është e ndaluar. T'japi njeriu dhe të prishi njeriu dhe të shpenzoj njeriu pasurinë e tij pa e kontrollu fare. Pa çka është duke bo me të. Prish për dunjan, prish për këtë gjë, prish për atë gjë dhe të harrosh që t'japësh në rrugë Zotit dhe në rrugë Zotit të jesh dorë shtrënguar, kjo është e ndaluar. Sa herë ti edhe unë për çështjet e dunjas të tua, për çështjen e dunjas tënde shpenzon pa limit. E nëse të thuhet, hajde ta ndihmon një familje, ti bëhesh dorë shtrënguar. E nëse të thuhet, hajde ta ndihmon fukaraj, ti bëhesh dorë shtrënguar duke thënë madje, nëse jap nuk e di se ku shkojnë ato lekë, nëse jap se di nëse po jap tamam apo jo, nëse duhet me dhënë, duhet japim tjerë dhe jo unë. Kjo është e ndaluar. Kjo është ajo e cila është e ndaluar, që ti kur bëhet fjalë që me dhënë për hir Zotit, ti ta shtrëngosh dhe ta mbledhësh dorën tënde shumë. E nëse jep 1.000 lekë, 10.000 lekë, ta marrë vesh gjithë shtëpia, gjithë katuni, gjithë fshati që ti dhon ti. Kjo është e ndaluar. Allahu po thotë, Allahu nuk i don ata të cilët për dunjan e tyre shpenzojnë shumë. Ai ke pa njerëzit për festat e ndryshme, dhe po na afrojnë të ashtu shuajtura festat e fundvitit, nuk i dhim se të me e marrë një gjelbeti 100.000 lekë. Nuk i dhim se të me pi alkohol pa fund me shpenzu miliona lekë. E kur i thu, hajde në ndërtojmë diçka për xhamin, gjithë në qifen. Gjithë ikin. Dhe dridhe dora me hub 10 euro, 15 euro, 20 euro. E për dasmat ndryshme, a nuk jemi në ata që shpenzojnë miliona? Allahu për këtë po thotë, robërit e Zotit janë ata cilët nuk janë dorëlëshuar. Po, ku po i çon ato lekë? Vallahi nesër do të shajnë. Madje pa marrë dasma do të shajnë, se ke bo siç duhet. Se këngëtarët nuk ishin në nivelin e duhur, se ushqimi nuk ishte në nivelin e duhur. Edhe mbaje pastaj përgjegjësinë para Zotit tënd. Po shpenzon për atë që nuk ka dobi. Kur i thua hajde të bëjmë diçka të hajrit, ta shtrëm një rrugë, ta hapim një pus për familje të varfër. Atë që ta jep me 100 amanete. E atje ndasëm, i fluturon para. A nuk është kjo e ndaluar? A nuk po thot Allahu për këtë, janë dorëlëshuar. Pra robërit e Zotit nuk janë ata që janë dorëlëshuar kot, pa lidhje fare. Për kënaqësi të momentit. Në miliona lekë e merr hotelin për me shku për pushime. Ik numre. Boja haxhi, mos u qaj që është shtret. Ti që po shpenzon pa nevojë. Ti i cili po e hun lekun kot. Vallahi miliona lekë dhe ju e dini marrin këmbëtar të ndryshëm në përdasma. Dhe ne musliman, elhamdulillah. Po musliman, po çfarë musliman? Musliman laraman. Jo musliman tamam. E kush e ka fajn? E ka fajn kryetari, e pastaj e ka fajn muftiu dhe e ka fajn hoxha. Vallahi, nëse gjithë secili për nesh përmirësohet shoqëria dhe përmirësohet shteti. I vetëm Muhamedi alayhis salam e filloi të thirrë. Vetëm tha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E thirrë gruan, shokun, mikun të afërmit, derisa u bën me miliona, derisa të erdhi feja aty. Dhe ti edhe unë nuk po e ndryshojmë veten tonë, dhe po duam ndryshim nga të parët tonë, nuk vjen ndryshimi nga të parët, nëse ti edhe unë nuk e bën ndryshimin. E Allah po thotë, robërit e Zotit janë ata të cilët nuk janë dorëlëshuar kot, ta hidhin pasurin kot, por as nuk janë dorështrënguar. Kur vjen një rast i mirë me dhonë jetë, se kush jetë në rrugë Zotit, asnjëherë nuk bëhet dorëlëshuar kot. Ne kemi rastin ku pejgamberi alayhis salam i thirrri musliman, duhet me dhënë pasuri që kur të shkojmë luftë, mos shkojmë me dy shpata.
po të shkojnë me shumë kuaj, me shumë shpata, me shumë armatime, erdhen musliman me dhonë pasuri, dhe jo me qef. Kur duhet me dhonë diçka për xhamin, është turp me bo thirrje në për xhamia, vallaj. Edhe na vjen zorë me nami 100 herë me thonë, o xhamot duhet me bo filan gjë. E xhamia ka nevojë për mirëmbajtje. Edhe kur të vjen dikush të ankohet që me ndihmu, të vjen turp me thonë, hajde të ndihmojmë filanit, se pak janë prej atyre që japin për hir të Zotit. E ishte Omeri radiallahu anhu, i cili solli gjysmën e pasurisë. Sa para ke ti edhe unë? A je prej atyre që në rrugë Zotit e hub gjysmën e pasurisë? Pa i ka hoqë shet gjysmën e thuti, dashke gjysmën ti, se për i donë hoxha. E vjen Ebu Bekri, e hulli gjithë pasurin për hir të Zotit. Ta hojë dërgumi Zotit, merë gjithë pasurin të eme. Do boj Zoti mirë për mu dhe për familjen time. E të kishe qenë gabimi, kishte thonë pejgamberi alayhis salam, mos e jep gjithë, po ai Allah në rrugë Zotit. Dhe kush jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, atij ja shumë fishon Zoti. Kush e ndihmon një fukara, kush e ndihmon një jetim, që pejgamberi alayhis salam thotë, unë dhe jetimi do jemi kështu në xhenet. Bashkë ti dhe pejgamberi alayhis salam. Sa ka sakrifikuar pejgamberi alayhis salam krahasim me ty, miliona herë më shumë. Kurse ti vetëm pse po mban jetimin, po thot pejgamberi sa do jesh kështu me mua në xhenet. Po a ka më mirë më se me dhon rrugë Zotit. Këto pra janë robërit e Zotit, të cilat kur japin rrugë Zotit japin dhe nuk i numrojnë. Dhe jo me fut dorën në xhep, ku të gjesh më pak lekë shkojshme, me ja dhon. Jep në rrugë Zotit, se vallahi kemi thënë 1 me 10 është më e pak. 1 me 700 fish, t'jap Zoti bereqet. E kur është çështja për dunjan dhe për gjërat e ndaluara, sidomos aty bëhet dorë shtrëngum. Dhe ti frikë Allahun e lartësuar, se ti edhe unë do t'japësh llogari për pasurinë tënde, ku e fitove, ku e shpenzove. Nuk lun koma, thot pejgamberi alayhis salam, ditën e gjykimit, pa u pyet njeriu për 4 gjëra, prej tyre për pasurinë, ku e fitoi dhe ku e shpenzoi. Këto janë robërit e Zotit, dhe këto i ka përmend Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famlar. Cilësia e 6 me radhë, kupola e gjithë cilësive. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar." Robërit e Zotit të gjithë mëshirshëm janë edhe ata të cilët përveç Allahut nuk adhurojnë asnjë tjetër. Cilësia më e lartë, grada më e lartë e besimit fjala la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allah. Nëse gjitha ato tjera ti bën, dhe këtu në këtë gradë çalon, janë ndëzu poshtë gjitha ato që ke bën. Një njeri që ka bën me miliona gjëra të tjera, por ka adhuru dikë tjetër pos Allahut, ti njeriu i bën punët pluhur thot Zot. Nuk i quhet as si gjë. Sa do të jesh modest, sa do të kesh paqe, sa do të falesh gjithë natën ti, ti japësh ti gjithë pasurinë tënde. Nëse nuk e adhuron Allahun si të vetëm, nuk quhet as si gjë. Dhe këtë s'po e them unë, po e ka thënë Zoti në Kur'an, në librin e tij famlar. Thot Allahu i lartësuar, ata të cilët i mohuan argumentet tona dhe takimin në botën tjetër, thot, veprat e atyre asgjëson. Argumenti i Allahut, Allahu një i vetëm. Të gjitha gjërat që ndodhen në qiell dhe në tokë tregojnë për njësimin e Zotit. Sa ai është një dhe i vetëm dhe nuk ka shok. Fjala la ilaha illallah në vetvete përmban njësimin e Zotit. Njësim do thot veçim. La ilaha, çka do thot la ilaha? Nuk ka të adhuruar. Pra nuk ka asnjë të adhuruar tjetër illallah përveç Allahut fuqiplot. Mos e lut askënd përpos Allah. Mos kërko për askujt përveç Allahut. Mos adhuro askënd përpos Allahut. Mos u frikso askujt. Vetëm Zoti tënd. Ai është një wahid i vetëm. Për këtë Zot vetëm kam vuajtur miliona musliman para teje dhe vuajnë miliona musliman sot për fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Robërit e Allahut janë ata të cilët nuk lusin, nuk adhurojnë askënd tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ruaj ne, familjarët tonë dhe shoqërinë tonë prej dhërtarisë.
nuk ka diçka më të keqe se sa idhujtaria. Kush adhuron ose kush i bën shok Allahut, e ka humbë të botë dhe botën tjetër. Kush i bën shok Allahut do të jetë në xhehenem përgjithmonë. Dhe kjo është fjala me mira fjalë të Allahut në Kur'an dhe me mira hadithet pejgamberit alayhis salam që tregojnë se kush i bën shok Zotit, kush adhuron dikë tjetër pas Allahut, do të jetë në xhehenem përgjithmonë. Hum fiha khalidun, thot Allah. Aty do të jenë përgjithmonë, s'kan për dalë asnjëherë. Kush thot la ilaha illallah dhe nuk adhuron diçka tjetër pas Allahut, por bën gjunahe, siç jemi ne gjithë gjunafçar, ky njeri një ditë do të hyjë në xhenet me lejen e Zotit. Se kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Kështu kanë treguar ajetet kuranore dhe hadithet e profetit alayhis salam. Prandaj veçojeni Allahun si të vetëm në adhurim, mos i bëni shok Zotit tuaj. Cilësia e 7 me radhë. Robërit e Allahut. Prej cilësive të robërve të Allahut është pjesa e ajetit ku Allahu i lartësuar thot: "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Robërit e Allahut janë ata të cilët nuk i vrasin të tjerë, vetëm se kur e don haku dhe vërtet. Vetëm se kur e ka caktuar Zoti i gjithësisë me ligj Zot. Robërit e Allahut janë ata cilët nuk vrasin. Dhe sot është shumë e vështirë me qëndru ti edhe unë në këtë të vërtetë, që nuk vret të tjerë. Është një gjendje katastrofike në cilën ndodhet bota sot, por dhe në cilën ndodhet vendi jonë sot. Ku sot po vritet njeriu dhe nuk din pse u vra. Ku sot po vritet tjetri dhe nuk merret vesh pse u ka vra. Dhe pejgamberi alayhis salam na ka paralajmëruar për këtë gjendje. Dhe ka thënë Muhamedi alayhis salam, do të vinë një kohë ku do të shtohen shumë vrasje. Ku thot, ai i cili u vra nuk e din pse u vra. Ta do thot, do të vritet për arsye të kota. Pse po vriten njerëzit sot? Për një shikim, pse në pe, pse të pash, pse në shajte, pse në fole, pse s'në fole. Dhe thot, ai i cili vret nuk din pse e ka vra tjetri. Pasi e vret kujtohet, pse e vra ma filan. Po nuk ka diçka më të keqe pas idhujtarisë se sa vrasja e tjetrit. Allahu i lartësuar ta ka dhënë jetën ty edhe mu, dhe nuk ka shanse, dhe nuk duhet të ketë guxim dikush me ta marrë jetën ty, përveç se Allahu subhanahu wa taala. Allahu ta ka dhënë jetën dhe ai ta merr jetën ty. Thot Zoti i gjithësisë për gjunahun e vrasjes në Kur'an, ai i cili vret një njeri është sikur të ketë vrarë gjithë botën. Ai i cili e vret një njeri të vetëm është sikur të ketë vrarë gjithë botën. Po ai që vret 2, 3, 4, po vrasin sot me pagesë që marrin miliona euro vetëm për me vrar filanin. Si do dalin para Zotit gjithësisë, po ka një takim me Allahun e lartësuar ku do t'japi llogari njeriu. Allahu po thot, prej cilësive të robërve të sinqert Zotit është se ata nuk vrasin, pra nuk i vrasin të tjerën, vetëm se kur e kërkon e drejta. Kur është e drejta? Sipas ligjit Zotit, kur dikush vret, ai vritet. Dhe këtë drejtësi e vendos ligji islam, ligja e Zotit gjithësisë. Nëse dikush vret, atëherë vritet. Dhe jo siç ndodh sot, që ti mundesh me vrar 1, 2, 3, 4, 5, bo 5 vjet burg, 10 vjet burg, del pastaj ishte gjos, u bo gjos dhe maroj po. Ky është ligj i shkatrimit. Ky është ligj që na ka sjellë në këtë gjendje. Se me qenë ligji i Zotit, vras si vritet, e shef pastaj vret dikush apo s'vret. Ligji i Allahut është jetë. Ligji i Zotit është mënyrë jetese. Cilësia e 8 sipas renditjes, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, robërit e Allahut janë ata të cilët nuk bëjnë imoralitet. Robërit e Allahut, pra robërit e sinqert Zotit, janë ata të cilët nuk bëjnë imoralitet. E çka të flasësh sot për imoralitet? Çka të flasësh sot në këtë ditë, në këtë kohë që ne po jetojmë për imoralitetin, ku
pothuajse të gjitha rrugët shojnë drejt immoralitetit, Allahu na ruaj. Televizionet drejt immoralitetit, emisionet e ndryshme drejt immoralitetit. Lloj gjërash të çojnë drejt asaj për të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar. Dhe shikoje sa bukur Zoti i gjithësisë në një ajet kuranor na drejtohet dhe na thot wala taqrabu zina. Thot Zoti i gjithësisë, mos ju afroni zinas. Dhe ka përmend fjalën mos ju afroni dhe nuk ka thënë mos boni. Çka do thot mos ju afroni? Me i ndalu gjitha rrugët që të çojnë drejt immoralitetit. Se pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk bën immoralitet njeriu vetëm në pjesën intime të tij, por immoralitet bën edhe syu, duke pa haram. Immoralitet bën edhe goja jote, duke fol haram. Kolegu me kolegen, derisa shkojnë immoralitet. Shoku me shoqen, derisa shkojnë immoralitet. Miku me mikeshën. Pa e pasa si gjo, muhabete, gallata deri në fund, derisa shkojnë deri në fund. Po Allahu i lartësuar nuk flet me emrat përveçshëm, por flet në formë përgjithshme dhe thot mos ju afroni. Çka do thot? Të gjitha rrugët të cilat të çojnë drejt immoralitetit, të gjitha këto rrugë janë të ndaluara. E lutim Zotin ton që të na ruaj ne nga kjo vepër e keqe, nga kjo vepër e shëmtuar. Allahu na ruaj ne, Allahu e ruaj rinin ton e cila sot sulmohet nga gjitha anët. Allahu i ruaj të rinjtë dhe të reja tona. Allah na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.